Atëherë goca të shikojmë më pak prap ndryshe se si ndjehet kjo femër që është në një marrëdhënie kur nuk ka vendin e vet ashtu siç ajo do. Pra të shikojmë se si ndjehet ajo në këtë marrëdhënie. Atëherë unë mendoj se është në vendin e dur, pra mund të ketë një lidhje serioze, bashkëtesë, martesë, fejes. Është në vendin e dur, por gjithsesi unë e shikoj vetëm. Dhe unë mendoj se është e trazuar. Nga njëra anë mund të mbështetet në fakte konkrete dhe nga ana tjetër me dorën tjetër jep edhe pret. Mendoj se është as në qiell as në tokë dhe mendoj se është pak e ashpër. Është pak e ashpër, pse jo edhe me veten e vet. Pra duke mos i ndryshuar gjërat në një farë mënyre dëmton edhe veten. Duke u bazuar në shumë arsye për të mos ndryshuar. Ciao.